Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot me një lexim ndryshe me një temë për dashurinë. Është një lexim i përgjithshëm, ju merrni vetëm atë që rezonon me ju, mund të mendoni personin për cilin mendoni, çfarë ndjen ky person. Është një lexim i përgjithshëm, gjithsesi ju shikoni nëse ju përshtatet ky lexim ose jo. Është një lexim që dëgjohet në çdo kohë. Dhe fillojmë në lidhje me këtë lexim, gjithsesi në fillim doja që t'ju ftoja të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muajit maj që janë postuar pothuajse të gjitha shenjat dhe videon e javës. Por dhe videot e tjera të këtij kanali. Atëherë do shohim se çfarë do na sjelli, çfarë energjie do na vinë në këtë lexim. Dhe këtu shoh që është një person, megjithëse po hap edhe disa të tjera. Leximi fillon me 2 karta të arkanës së madhe. Dhe unë shoh këtu një person që është duke parë, ndoshta duke parë ato fotografitë që një person që ju jeni ose keni qenë në një njohje, në një lidhje, dhe diçka ka ndodhur në periudhën e mëparshme midis jush, atëherë shoh një person që është gjatë gjithë kohës duke futur dhe duke parë ato mesazhet që ju keni shkëmbyer me njëri tjetrin, dhe është një person që ju idealizon. Një person që ju shikon me shumë admirim dhe mendon gjatë gjithë kohës për ju. Dhe mendon se si t'ju shkruaj, ose ky person rilexon përsëri ato mesazhet tuaja, dhe një person që shikon shumë fotot tuaja, ose që i pëlqen t'i shohë fotot tuaja, ose mund të jetë një person që ju ndjek në rrjetet sociale, shikon diçka tuajën, ose një foto që ju ja keni dërguar dikur në internet. Gjithsesi këtu flasim për dikë që është, nuk e di, por ju admiron dhe ka cilësi të jashtëzakonshme. Dikush mendon që do ishte shumë e vështirë që t'ju afrohej përsëri ky person. Ndërkohë, ky person ju shef shumë feministe, ose është një person që ka krijuar, është pushtuar nga imazhi juaj më saktë, ky burr ose ky mashkull, por gjithsesi është një person ku ju shikon që ju mund të jeni dhe shumë delikate, jeni një person shpirtëror ose një person që mund të jetë i çiltër. Më falni për zërin. Gjithsesi ky person ka imazhin tuaj në mendje si një person tërheqës ose si një person i dashur. Ndërkohë, shoh që ky person mund të ndjej se në momentin që shikon fotot tuaja ose në momentin që shikon këto mesazhe që që mund të keni shkëmbyer, nuk i ikën nga mendja, imazhi juaj. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, të ujit, dhe energjitë shenjave të tokës, përsëri të ajrit. Ose mund të jetë edhe një ndërveprim midis këtyre shenjave. Ky person dihet sikur do jetonte përsëri këtë dashuri, duke ju takuar përsëri, por ndoshta këtij personi duket dhe pak e vështirë për ta bërë këtë gjë, sepse ju dëgjues keni lënë gjurmë të rëndësishme në këtë njohje ose në këtë lidhje. Energjitë mund t'i merrni edhe në të kundërt. Është dikush që jo vetëm që ju shef, por vlerëson edhe ato cilësitë tuaja të larta. Është një person që ju shikon si një person të veçantë. Dhe një person që mendon se nuk ka takuar dikë tjetër si puna juaj.
Dhe unë shoh këtu që ky person dëshiron të vi drejt jush, sepse kemi energjin e avionit këtu, energji ajri, më sakt, dhe ky person dëshiron të vi drejt jush. Ndoshta mund të jetë edhe në një distancë pak të shkurtër ose të gjatë, personi mund të ndihet edhe pak në rrezik në lidhje me këtë gjë, ose ky person e shikon si të vështirë ardhjen drejt jush, ose këtë udhtim që të bëj drejt jush. Gjithsesi, personi mund të jetë dhe nga afër, sepse është një lexim i përgjithshëm. Ky person ndoshta është ndihet edhe i friksuar për të ardhur drejt jush, ose për të përpiqet përsëri në lidhje me këtë dashuri ose me këtë njohje që ju keni. Pavarësisht se po flasim që mund të keni kaluar edhe momente të vështira, ose është një marrëdhënie që mund të jetë edhe në distancë, ose mund të jetë dhe një marrëdhënie që mund të ketë edhe një disnivel arsimor. Në rastin tjetër, ose një disnivel material, ekonomik. Shohim që ky person është duke punuar gjatë gjithë kohës dhe në momentin që punon është duke menduar, ose ky person e zë kohën e tij me punë gjatë gjithë kohës ose të saj për të larguar nga kjo situatë ose nga mendimet e shumta që këtij personi i vinë në të përditshmen e tij. Gjithsesi është një person që ndoshta mund të bëj dhe një udhtim për të ardhur drejt jush, sepse ky aeroplan është në një farë mënyre simbolizon atë udhtimin, që mund të jetë një udhtim me avion, një udhtim me makinë, ose një udhtim me këmbë nga afër për gjithë ata që mund të jenë nga afër. Dhe shohim që ky person e shikon situatën pak të rrezikshme, pak të vështirë, dhe ndoshta nuk guxon që të vi drejt jush dëgjues. Dhe ne këtu kemi energjinë e shenjave të ujit, përsëri energjitë shenjave të tokës, dhe kemi energjitë të shenjave të ajrit, por dhe të tokës. Dhe vazhdojmë edhe me letrat e tjera, se çfarë do na thonë. Dhe këtu po flasim për dikë që ndoshta dora e fatit e ndihmon për të ardhur tek ju, ose është një person që beson në një takim ose në një fat që mund të ketë ose që e meriton për të qenë me ju dëgjues, sepse personi dëshiron që të jepet një mundësi kësaj dashurie. Është dikush që ndoshta është në një pozicion të mirë, e shoh këtu, dhe dëshiron të bëjë një fillim të ri në këtë marrëdhënie, në këtë njohje ose lidhje, por diçka që ta filloj me seriozitet. Këtu flasim për një person jashtëzakonisht të ndoshta është një person që dhe pengohet, është jashtëzakonisht i këmbgulës në lidhje me këtë gjë, ose i vendosur më saktë në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta ky person beson përsëri tek kjo histori dashurie, ose mund të jetë edhe që ka dhe pasiguri personi, pavarësisht se është i vendosur, por përsërisht ajo frika ose pasiguritë të ndryshme që mund të ketë brenda vetes, ndoshta për të ardhur drejt jush, ose ky person nuk beson që ju mund të jeni përsëri së bashku. Dhe shoh që ky person i bën të gjitha përpjekjet dhe fati e ndihmon në lidhje me gjithçka për të qenë së bashku dëgjues. Dhe marrim një pakot tjetër dhe shohim çfarë do ndodhi.
Unë shikoj këtu që kemi energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ujit. Dhe me këtë energji filloi edhe leximi, pavarësisht është leximi i përgjithshëm dhe përfshin të gjitha shenjat e horoskopit, por këtu shoh një energji femërore që është që ndihet e lirë, ndihet e pavarur, por ndërkohë ka arritur të krijojë një stabilitet brenda vetes së saj. Ndoshta një lloj sigurie në lidhje me veten e saj ose edhe me këtë dashuri. Dhe shoh energjinë mashkullore, po të vëshre, është një person që ju ndjek në mënyrë të fshehtë, në mënyrë sekrete. Ky person ndoshta ju shef si një person të sigurt, një person të pavarur, energjia mashkullore, por ndërkohë është edhe duke vrojtuar, mund t'ju vrojtojnë ndoshta nëpërmjet rrjeteve sociale ose nëpërmjet aty ku ju postoni diçka, por edhe nga afër për një pjesë tjetër. Dhe kam gjashtën e kupave. Ky person dëshiron të rikthehet tek ju, por gjithsesi e mban si sekret këtë gjë, e mban të fshetë. Ndoshta nuk dëshiron që ta ndajë me persona të tjerë. E quan si një sekret të vetes së tij. Është një person që ju ka parë si shpirtin e tij binjak, shoh këtu, dhe shoh një lidhje shumë të ngushtë emocionale midis këtyre dy personave. Ose një lidhje fort midis dy personave. Dhe unë shoh përsëri një energji femërore, gjithsesi tham energjit mund t'i merrni dhe në të kundërt, që ka bërë shumë durim në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta ka pritur gjatë që gjërat të ndryshojnë midis jush, ose ka pritur gjatë që energjia mashkullore të vi ndoshta për të qenë përsëri së bashku me këtë person. Por ndërkohë shoh një energji femërore që është si një person si një ëngjëll, dhe është duke i kaluar gjërat nga negative, ndoshta situata pak të vështira që ju mund të keni kaluar, dhe mundohet që energjia femërore t'i trajtoj më pozitivisht këto situata. Ndërkohë, energjia mashkullore dëshiron të lëjë mbrapa të gjitha këto vështirësi që ka kaluar dhe t'i japi një drejtim më të qetë. Ndoshta ky person, energjia mashkullore, dëshiron të bëjë një ftesë për të shkuar të dy së bashku, për të kaluar diku në një vend të qetë me njëri tjetrin, por për të diskutuar edhe në lidhje me këtë dashuri ose me këtë shpirt binjak që ju keni. Gjithsesi, unë shoh një energji femërore që ndihet pak e pakënaqur, ose ka ndodhur situata që mund ta kenë lënë të pakënaqur energjinë femërore. Gjithsesi është gjatë gjithë kohës është duke menduar se çfarë mund të bëj tjetër në lidhje me këtë dashuri, me këtë person, ose me energjinë mashkullore. Dhe përfundimi, si do përfundoj kjo situatë midis jush? Unë shoh që energjia mashkullore ka nevojë për një pushim, ka nevojë të qetësohet, të mendojë se si do t'i japi drejtim kësaj njohje që keni, ose kësaj dashurie, ose kësaj lidhje që ju keni. Dhe ndoshta kërkon atë kohën e vet për t'i menduar gjërat më mirë dhe për t'i dhënë drejtim gjërave midis jush. Dhe shoh rrotën e fatit. Fati do ta ndihmoj në lidhje me këtë dashuri për të çuar gjërat para. Dhe këtu kemi të bëjmë se stam energjitë shenjave të ajrit, të tokës, dhe kemi energjinë e rrotës së fatit, që ka 4 energji. Është energjia e shenjës së Virgjëreshës, shenja e Demit, shenja e Akrepit dhe shenja e Luanit. Por gjithsesi fati do t'ju ndihmoj në lidhje me njëri tjetrin. Dhe kemi kartën e karocës, është energjia e shenjës së Gafores. Shoh që ju do t'i jepni drejtim kësaj situate.
ndoshta dhe emocioneve tuaja, ose një situatë të vështirë emocionale që mund të keni kaluar me njëri tjetrin, ndërkohë personi tregon përsëri që mund të jetë në udhtim, por jo domosdoshmërisht tam, sepse kemi karrocën këtu, dhe është edhe një person shumë emocional, por gjithsesi ky person do vi drejt jush për t'i dhënë drejtim kësaj njofje ose lidhje që keni. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjit për të parë. Se çfarë mesazhi ju japim, dhe doli vetë mesazhi, dhe kemi numrin 3. Dhe kemi angjëllin Gabriel, dhe ju thot, është një periudhë e pasur, ju jeni duke ndruar rreth këtij personi, por duhet të mendoni edhe për veten tuaj, ju thot, në lidhje me këtë dashuri. Atëherë marrim edhe një mesazh tjetër. Dhe kemi numrin 0. Kemi një energji mashkullore këtu dhe shohim një person që dëshiron të fillojë çdo gjë nga zerua. Energjia mashkullore dëshiron të riskojë ose të marrë iniciativa në lidhje me ju. Është një moment besimi në lidhje me energjinë mashkullore. Ky person do ndjekë ëndrat e tij dhe dëshiron që të ketë një mundësi për të pasur përsëri, për të qenë përsëri së bashku me ju dëgjues. Edhe një të fundit. Dhe shohim kemi më falni shtatën e kupave, dhe kjo tregon që ky person është duke ndëruar gjatë gjithë kohës në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta është një person që ka dhe opsione të tjera, por në këtë dashuri personi që ju keni në jetën tuaj është duke krijuar ëndra dhe iluzione, është duke menduar gjatë gjithë kohës në lidhje me ju dëgjues. Dhe thotë që duhet të marri një vendim. Mesazhi nga angjit i thotë që duhet të merrni një vendim. Është e nevojshme që ju ta bëni këtë gjë dhe të gjeni paqen në veten tuaj. Është një mesazh fantastik. Unë do marrë dhe një mesazh se çfarë do donte ky person t'ju thoshte në këto momente. Nuk do doja t'ju humbisja, ju thot. Është një mesazh fantastik dhe do marrë edhe një tjetër. Personi nuk do që t'ju humbasi. Dhe kemi mesazhin tjetër. Ty je personi që kam ndëruar gjithmonë, thot, ose gjatë gjithë jetës time. Ti je personi, fjalët që do donte t'ju thoshte ky person është që ky person ju thot që ju jeni personi që kam ndëruar gjatë gjithë jetës time. Janë dy mesazhe fantastike, gjithsesi, kjo ishte për ju. Uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjohemi te videot e radhës.